U ka përshkruar vllai tim. Unë e dua shumë vllai tim. Ai më motivon gjithë botën. Vllai im është vllai më i mirë në botë. Kam përshkruar mamën time. Mami im quhet Ylka. Ajo punon në optik. Unë e dua shumë mamën time, me dashuri vini. Përshkruaj babin. Babi im është shumë i mirë. Ai punon shumë. Unë kam përshkruar mami dhe babi. Mami im quhet Magda dhe është 38 vjeç. Kurse babi quhet Eduard dhe është 21 vjeç dhe i dua shumë. Mami im sakrifikon për familjen. Unë e dua shumë mamin tim. Shumë mamin. Kam përshkruar mamin tim. Mami im quhet Ornela, ajo është 40 vjeç. Unë e dua mamin. Vllai im quhet Albina, ai është 6 vjeç. Unë do të shkruaj për vllajin. Vllai im është 12 vjeç. Ai është i zgjuar, ai kujdeset shumë për mua. Unë e dua shumë vllajin tim. Ky ishte përshkrimi im. Unë do të shkruaj për mamin tim. Ajo është 35 vjeç. Mami im është shumë e sjellshme në punë. Unë e dua shumë nga I love you. Unë kam përshkruar vllain. Vllai im quhet Klaus. Është 5 vjeç dhe i pëlqen basketbolli. Unë e dua shumë atë. Është vllai më i mirë në botë. Ajo ka ditin në 26 gusht. Mami im është shumë e mirë dhe e bukur. Ajo i ka flokë pjote dhe unë e dua shumë atë. Unë do përshkruaj mamin. Mami im quhet Stella, ajo është shumë e mirë. Kur unë mërzitem, ajo më qetëson. Unë e dua shumë mamin tim. Vllai im quhet Elio, është 5 vjeç dhe i pëlqen futbolli. Unë e dua shumë vllain, sa gjithë bota. Babi im është një njerëz shumë i mirë.